Shka përri menu shumë, o të qoba më ka bakti. Valoj be, mos vetë o blak. Mu ka të rru dita e sudit. S'po di as shka me bo. Shka kia, muj me t'ni mu. Po takova sot me Ogën. E më tha, për me t'a dhonë qikën, dosh mi u përgjigj 3 pyetjev që i ka po ajna ndër. Po, veç një onën ma va. Edhe më tha, që e gjonë të porën, t'i japë edhe 2 pyetjet e tjera. Po, unë s'dita mu përgjigj, se mora vesh as shka më tha, bile. Po, thuma njerë, nështë unë e kam përgjigje. Oga ka po onër që o konë me grune vetë nod e janë konë të lujt me një top dukoti. E a i topi ka shkëlqy shumë. E këta dy janë konë shumë të gëzushëm. Veç që ka qa? Tyja, pak po do këta, unë e senë së në mora vesh. Shumë kollaj o birë. A i topi që ka shkëlqy, u konë lumëtëria e vajzës tyne. Ata kanë lujt, edhe janë konë të lumëtën. Kjo i bje që mu konë vajzë e tyne lumëtën, edhe ata janë të lumëtën. Ku sa ka laj ka kom, qyshtë më pas ka shku në rëmen. Po, atë shkojën e tja që Ogës përgjigjen, e ti pritëm që tu, ti bie edhe 2 pyetje tjera. Hec, vesh më të zojë të ere, hec. Heu, ty be ke gjithë. Shumë fjallë të mëdhaja e fjallë me vend. Se lumëtënia e qikës është marrë rëndësishme se gjithë shka. Po, duke se ty ta ka kallëzu këtë mesele dikush, po, nesë, nuk ka dertë. E tash, po ta bajnë edhe pyetjen e dytë. E këtë typen të kështë gjithë. O, zot falemnderit. Ani Og, kallëzëm ati mu e pyetjen, e unë e shkoj në male me nona, e shpejt a bi përgjigjen. Mirë. E tu lujt me qatë farë topin e dukatit, edhe gruja lip ke, po unë s'dojsha me adhonë, edhe mund pëlqejke, edhe që shtu tu lujt me topin e shtrëngova shumë edhe u thi. Me 2 durët e mija e theva. Ani Og, unë e po shkoj, e po me nona në malë, e ti pritëm që tu, se shpejt këthejna une. Hec ti, hec. Shko me neu e pres përgjigjen tane. Në me e gjithë. O, birë, po, qishtu ka kujtue, edhe kjo ka la punë e letë. Hala, me thonë drejten, as jam me nubili, as se kom lodhë kryt, edhe s'do isha me gabu. Thash ma mirë ti, ma gjenë ma të mirë përgjigjen. Kjo do me thonë se aga prej i natit madhë, edhe për dashnin që e ka për qikën e saj, edhe lumëturin e saj, e ka shtrëngu. Aqë shumë, sa ja ka prish lumëturin. Kjo i bjen që prindrit i dojnë atë shumë fëmit, sa që i ngulfatin dhe ja prishin lumëturin e tyne, me dashnin, edhe me i natin e vetë. Shko tash, mos u vakt hecë. Ani, veç, mos u largohet ti piktu i të pritë me vita bie dhe pyetjen e tretë. Që të më kije. O, nalë, se basa gatorësh, ma ka dalë. O, jo, se... Merë frim. Se në së më gjenë mu, jo. Ullë. Edhe, e gjete përgjigjen.
me thonë që unë e të e dosh që kanë temë. E po du me ja prish lumturina? Qashtu pi bjen og? Qashtu pi bjen, a? Mirë. Kjo ka logjik. E tash po du me të vetë edhe për pyetjen e tretë. Si ta dish? Ka të kthesh. Mos mol këto po shko drejt e mrena në shtëpinë tem. Veç fal ti og. Mërë plak, po që më ke pështu. Po veç edhe që të rejtë në gjema edhe ma pështon jetën. Ali, ma pështon jetën. Po kërkush s'ka dek për një grube. O jam të të ranu. Jem të tut me ta kallëzu pyetjen. Se me bo mes me dit. Ja të ranu në akejtën. O, fol ti, veç fol. Oga tha. Mas ju ka thy topin dorë, e aj o prej, edhe ju kanë mush durt krejt me gjak. Edhe tha, leje mu, po edhe grus ju mushën durt me gjak, hiq pa e prej këtupin. Shka i bje kjo plak, a i bje mirë a keq? Kjo shumë kollaj. Kjo do me thonë se durt e preme. Kër në thy topi, e ja ka prish lumëturin qikës, edhe ata, si prind, janë lëndu. Shpirti i tine Argjakos ka një dhimbje. E po, nëse ja prishin qikës lumëturin, edhe ata dy kanë me vujt. O se di shko me ta këthy këtë mirën e tyje. O, lem ti mu e të mirën, po shko ka dzëjagët sa ma shpejt. E mu më falë se duhet me shku. Inshallah që ofshi lumë tërmet qikë. Jo, unë e kam me tash përbly ty këtë mirë. Po shkoj tash, veç t'ja ja përgjigje në ogës. Go mirë. Ti shko. Edhe kur mës ja kthe fjallën në agës, a i ka me t'nalë, me të shti në shpi, e ti mës ja prish. Mirë. Mas ju kallëzove, ka që i meqëm, nuk ka met që të rrugë, edhe më përgjigje sakt. Kohët për hajtë që ka ime. Unë ju thash, se pasoni nuk ju japë. Ju të dytë pranut. Ju thash se kene me jetu në fukarallak. Ju të dytë pra pranut. Edhe përgjigjet për në andron, mi gjetë e sakt. Edhe unë si jagë, do të me majtë fjallën. E po, në kohët për hajtë krejtë. Hajtë për hajtë, edhe ju hajtë ma betën. Për hajtë qikë. Për hajtë bro. Right. Pas faleminderit. Ule. E tash, po du me ditë ama të drejtë më kallëzosh. Qysh i gjete krejt përgjigjet? Ama je fjollën që me të kallëzu drejt nuk i bje pishman që ma bune për hajrë. Unë si agë një herë foli. Besën teme e ki, edhe nuk i bi pishman për këtë martesma. E og, kur i lëshova dhit në fillim që i qova në bjeshk, e takova një plak. Po i shkon dyqysh një plak i çuditshëm. E më pat kërku ushqim. E që ato që e pota e ndojta me ta. Kështu disa herë e kem bon. Po hupi një ku se her pas here delke. E kur ja pa ta tregu rastin ton, mjep ke zemër me vazhdu. E kur ma bon e pyetjen e parë, shkova në mal, e kesh kogje shumë i mërzitën. E mas një kohë e kaloja i plaku. Edhe më pyti
çfarë halli ki. Edhe i tregova drejt. Edhe ja tregova pyetjen që ma dhove ti. E ai ma dha përgjigjen pa u menu. E qështu og, te 3 përgjigjet, ai mi ka kallzu. Po, ku është kjo farë plaki? Ku jeton? Nuk e di og. E kum vet, po s'm ka kallzu as njëherë. Bile sot, i thash me mprit, kur të kthejna. Po më tha, shko tha se ko me të shtinja oga mrena, e mos u kthe mo. E birë. Ky s'pas ka qenë njeri normal. Ky i thojnë Hëzri. E ndokatun e tjera i thojnë me laqe në formë të njerit. Po kryesorja njeri nuk është. A i njerët ka sprovu me ushqimin. E kur e ka pa zemën tonë të mirë, edhe të ka ndimu. Aje kallëzon vendosshmërinë tënde. E kallëzon edhe vullnetin e Zotit. Që ju dy me u bashku e me jetu bashkë. E masi edhe Zoti ka na konë razi për këtë punë, që ju dy me u bashku, atëherë unë kam u konë njëri ma i lumë të në botë. Se vërtet e pas kam marrë një burë që e ka meritu. Hajde inshallah, ndërgëzoni sa më shpejt me nipa dhe me mesa.